Është pjesë e 100 fshatrave turistik të Shqipërisë, por Katundi Vjetër nuk po merr vëmendjen e duhur. Problematika më e madhe është furnizimi me energji elektrike, kundër prerjet janë të vazhdueshme. Shkaki i kësaj situate është rrjeti i amortizuar, i cili i përket viteve 70. Përfaqësuesit e bizneseve të zonës thonë se mungesa e energjisë elektrike është kthyer në një shqetësim mjaft të madh, duke sjellur shpeshherë edhe largimin e turistëve. Jemi akoma me investimet e viteve 70, po patjetër që krijohen probleme sepse të gjitha shërbimet pothuajse janë bazuar në elektricitet. Kështu që verës është nevoja e kondicionerëve, paktën ditën, se darkave fal Zotit kemi fresk, por ditën edhe gjitha gjërat tjera. Këtë i kemi me korrent, frigorifera, restorantet, gjanat, edhe pa energji elektrike të qëndrueshme krijohet një problem i madh për neve, si në turizëm, por edhe për komunitetin. Ne shpresë na jepet, por konkretisht nuk ka pasur. Energjia elektrike është problem, rrjeti elektrik, domethënë nga gabina kryesore që është në Rubik deri me gabinat që lidhin fshatin. Duhet bëhet një linje se s'ban, sepse atë qenë 70-ën e pa nrru një tel. Normale një fshat turistik në dhe është anormale. Dhe duhet bëhet urgjent ndërhyrje. Ka shkputje sa kanë hik edhe klienta nga mungesa e dritave. Jena pagues të energjisë elektrike, se vetëm nga ky fshat, nga restorantet mund të paguhen 10 milion lek në muaj. Energji elektrike dhe Shërbimi? Nuk bëhet as ndërhyrje. Shërbimi mundohen të elektricistat me bën ndërhyrje, edhe natën shkret janë mundu me bën ndërhyrje, por nuk kanë çfarë bajnë. Sepse ateli shtyll mund të jetë put në 50 vend. Akret unasa dhe nuk është amortizuar komplet. Kryeplaku i fshatit Marian Deda thotë se mungesa e investimeve ka sjellë degradimin e rrjetit elektrik. Pjesa e dritave që ne na mungon shumë, sidomos 6000 voltshi nuk është bërë asnjë lloj investimi, nuk po flasim për pjesën e tjetër të degëzimeve të dritave, por pjesa e më kryesore është pjesa e 6000 voltshit. Ka ndërprerje shpeshherë, sepse është amortizuar komplet 6000 voltshi. Është shumë anormale. Përveç se ne jemi fshat turistik, por edhe çdo lloj fshati tjetër mund të jetë. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike bën të ditur se është i njohur me problematikën dhe se shumë shpejt do të ketë ndërhyrje në rrjet për përmirësimin e furnizimit me energji në këtë fshat, ku turizmi malor është gjithnjë në rritje.